Në fakt ato janë shumë shqetësuese dhe përbën një rrezik për esencët e demokracisë në Maqedoninë e Veriut. Dihet, domethënë, jo vetëm ruse, por edhe ndikimet iraniane dhe kineze njihen ndryshe me konceptin e ndikimeve malinj, sepse përcaktimi gjeostrategjik i shtetit tonë, Maqedonisë Veriut, është integrimi i plot euroatlantik. Gjysma e punës u bë me NATO, ndërsa gjysma e punës vazhdon. Edhe në pikën kritike kur ishte Maqedonia para integrimit NATO, këto lloj ndikimesh ishin shumë të zënshme dhe shumë destruktive. Ndonjëherë janë edhe të fshehura në narrativa të fshehura, por ndonjëherë shpërfaqen edhe kështu me zë edhe figurë. Këto e kanë, domethënë, efekti final i këtyre narrative është të pengoj vendin në një integrim të plot në Bashkimin Evropian.